Përmes një deklarate të shpërndarë për mediat, banorët e fshatit Baksariol në njësinë administrative Velipoj të Bashkisë Shkodër deklarojnë se nuk do marrin pjesë në votimet e datës 11 maj 2025 për disa arsye. Ata kërkojnë që të zgjidhet menjëherë çështja e pronësisë në fshatin Baksariol sipas dokumentacionit që disponojnë, vërtetim pronësie e vitit 1995 dhe 96, ku vërteton se në rallorin e pronësisë numër 280 me datë 7/9/1935 të 13 fisë të fshatit Baksariol janë pronarë të një prone që është e kufizuar sipas dokumentit pronësisë. Banorët kërkojnë qeverisë shqiptare që të vijë menjëherë dhe të tregojë sa persona kanë marrë leje për të ndërtuar në pronën e tyre në fshatin Baksariol. Gjithashtu banorët e fshatit Baksariol kërkojnë urgjentisht një përfaqësues nga qeveria shqiptare që t'u japë një zgjidhje, në të kundërt asnjë banor i fshati nuk do votojë. Ndër të tjerë, banorët kanë theksuar se kjo deklaratë do dërgohet te komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, avokati i popullit, ambasada amerikane dhe ambasada e Bashkimit Evropian. Deklarata mban dhe firmat e banorëve të zonës. Kujtojmë se edhe më herët, banorët e fshatit Baksariol në Velipoj kanë dalë në protesta për të mbrojtur pronët e pretenduara nga ana e tyre.